mendoj që Partia Demokratike ka humbur fuqinë magnetike për të thithur rreth saj të gjithë aktorët e tjerë opozitar ose partitë e reja, dhe këtë e tregoj edhe në fushatën e parë, por nuk mendoj që ka rritje në fuqinë magnetike të saj, dhe e dyta, kam idenë, dhe këtu bashkohem tërësisht me Aulonin, që Partia Demokratike po lëviz me ritmin e kryetarit saj, me ritmin e një 80 vjeçari. Partia Demokratike duhet ta kishte kandidatin për kryetar të Bashkisë Tiranës që në momentin që doli në protest për të shkarkuar se jemi në kuadrin e hipokrizisë politike. Pra unë po e shkarkoj, po kërkoj të shkarkohet, po s'kam vetë një kandidat. Kjo është hipokrizi. Unë po kërkoj që të vijë ai në Këshillin Bashkiak, por them inshallah këta se sjellin që të bëj unë një lojë politike. Kjo nuk është real politik. Kjo është hipokrizi.